Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë tani një investigim që kemi bërë ne si kanal, se kush janë personazhet VIP shqiptar më të pasur, do me thënë personazhe që konsiderojnë më shumë pasuri në arkat e tyre. Flasim për te pjesa e personazheve të medjes ROS. Kur flitet për personazhet VIP më të pasur shqiptar, duhet theksuar se nuk ekziston një listë zyrtare apo dokumente publike që tregojnë pasurinë reale të secilit. Shumica e të ardhurave të tyre janë private dhe nuk publikohen në asnjë mënyrë. Për këtë arsye, çdo renditje bazohet në suksesin e tyre në karrierë, bizneset që zotrojnë, investimet, kontratat reklamuese dhe aktivitetin e tyre ndër vite. Një nga emrat që përmendet shpesh është Arbana Osmani. Ajo është prej shumë vitesh një nga moderatoret më të njohura në Shqipëri. Karriera e saj në televizion, drejtimi i formateve më të ndjekura dhe projektet e ndryshme mediatike kanë bërë që të konsiderohet një nga figurat më të suksesshme të ekranit shqiptar. Përveç të ardhurave nga televizioni, ajo ka qenë e përfshirë edhe në projekte të tjera që kanë shtuar vlerën e saj ekonomike. Do me thënë, Arbana Osmani është e para që konsiderohet si një nga personazhet publik më të pasur. Tani, një tjetër emër që është personazh publik VIP më i pasur. Ai është Ledri Vula. Ai ka ndërtuar një karrierë shumë të suksesshme në muzikë, me 10 hite, koncerte brenda edhe jashtë trojeve shqiptare, bashkëpunime me marka të njohura dhe aktivitete të shumta komerciale. Të ardhurat e tij nuk vinë vetëm nga muzika, por edhe nga reklamat, sponzorimet edhe investimet. Do me thënë, i dyti dyshohet Ledri Vula. E treta në këtë mes është një artiste shumë e madhe. Në mesin e emrave më të suksesshëm rënditet edhe Elvana Gjata. Ajo është një nga artistet shqiptare më të paguara për koncerte dhe për performancat live. Përveç muzikës, Elvana ka realizuar kontrata reklamuese me kompani të ndryshme dhe ka ndërtuar një markë personale shumë të fortë, e cila i siguron të ardhura të konsiderueshme. Nëse përfshihen edhe figura të njohura të medjes që kanë lidhje me sipërmarrjen, emra si Sara Hoxha dhe Lori Hoxha konsiderohen ndër më të pasurat, pasi janë të lidhura me një nga grupet më të mëdha mediatike në Shqipëri dhe me investime të ndryshme në biznes. Më thënë, ky është grupi i personazheve publik më të pasur të showbizit. Dua të marr mendimin tuaj.